sa të sigurt janë telefonat celular për shëndetin? Kjo pyetje ka kohë që është shtruar dhe megjithse nuk ka shenja bindëse se celularët mund të shkaktojnë probleme, disa mendojnë se nuk do të ishte keq të tregoheshim më të kujdesshëm. Kolegu Ilir Ekonomi shpjegon pse. Shumica prej nesh thonë se telefonat celular na e kanë ndryshuar për mirë jetesën, na e kanë shtuar sigurinë personale, na kanë bërë të reagojmë më shpejt ndaj emergjencave dhe na e kanë lehtësuar mjaft komunikimin, por radiacioni, rrezatimi që këta telefona emitojnë mund të na shtojë rrezikun e prekjes nga tumorët kanceroz të trurit. Hi, Mommy. Hello. Telefonat celular janë simbolet kohës sonë. Nga Europa në Azi në lindjen e mesme ata përdoren nga 4 miliard njerëz në të gjithë botën. Në këtë film kinez me titull Telefoni celular, jeta e një burri shkatërrohet pikërisht nga celulari, të cilën ai e kishte harruar në shtëpi një ditë. Përmes celularit gruaja e tij zbulon se ai kishte lidhje me një vajzë tjetër. Një seancë e Senatit Amerikan këto ditë u mor me celularët, por jo me ndikimin e tyre në jetën private. Studiues nga vende të ndryshme bashkë me disa senatorë diskutuan çështjen nëse rrezatimi emetuar nga celularët mund të shkaktojë vdekjen. Ata janë dakord me faktin se disa studime e kanë lidhur përdorimin e shpeshtë të celularit me kancerin e trurit. Qeveritë e disa vendeve kanë nxjerrë paralajmërime për përdoruesit e telefonëve celular. Linda Erdrich është përfaqësuese e kësaj industrie për $4 trilion. Ajo thotë se nuk ka vend për shqetësime. Faktet e tanishme nuk tregojnë se celularët shkaktojnë kancer apo efekte të tjera shëndetësore negative. Por Teresa Gregorio nuk mendon kështu. Ajo thotë se kishte përdorur celularin duke filluar nga mesi i viteve 90, madje kishte hequr dorë fare nga linja toksore. Në 2008 erdhi lajmi i tronditës. Ajo kishte tumor të paoperueshëm në tru. E përdore celularin 2-3 orë në ditë në anën e djathtë, pikërisht aty ku mu shfaq tumori. Në Amerikë ka më shumë se 250 milion përdorues të telefonave celular. Disa modele celularësh, prodhime të firmave të tilla si Nokia, Apple, Motorola dhe BlackBerry përfshin udhëzime ku rekomandohet që telefoni të mbahet sa më larg trupit. Megjithatë, përgjithsisht industria e celularëve thotë se nuk ka arsye për shqetësim. Celularët përdoren nga 70% e adoleshentëve, por janë të vegjël ata që ekspozohen më shumë se kushdo tjetër. Rrezatimi dëpërton shumë më thellë në kokën e një 5 vjeçari apo 3 vjeçari sesa tek një i rritur. Epidemiologja Devra Lee Davis thotë se fëmijët duke patur një kafkë më të hollë janë më të rrezikuar. Shkenca duhet të bëjë më tepër përpjekje, por do doja të pyesja, a duam ne ta vëmë trurin e fëmijës në rrezik? Megjithëse rezultatet e studimeve për lidhjen me kancerin janë kontradiktore, shkencëtarët po bëjnë thirrje konsumatorëve që më mirë të marrin masa që tani, sesa të pendohen më vonë. Ideja është që celularët të mbahen sa më larg trupit, për shkak të përdoren kufja apo që celulari të mbahet në rripin e mesit dhe jo në xhep. Mesazhet SMS janë akoma më mirë sepse kjo e mban rrezatimin larg trupit. Seancën e kryesoi senatori Tom Harkin, i cili tha se ka filluar të shqetësohet. Kjo kujton përvojën e Amerikës me duhanin. U deshën të kalojnë dekada që nga paralajmërimet e para për cigaret deri kur u arrit përfundimi se duhani shkakton kancerin. Në vitin 2000, administrata amerikane e ushqimit dhe ilaçeve deklaroi se shkencëtarët nuk kanë gjetur efekte të dëmshme për shëndetin që mund të vinë nga telefonët celular. Megjithatë, në Shtetet e Bashkuara është duke u kryer një studim mbi rrezatimin e këtyre telefonave.